Alarmi sociologëve, Gëzim Tushi, gjuhërrejtje në shoqëri, thirrje për ndryshim kombëtar. Sociologu i njohur Gëzim Tushi ka folur lidhur me një fenomen shumë aktual në ditët e sotme, siç është ajo gjuhës urrejtjes në marrëdhëniet shoqërore dhe ato personale. Gjuha dhe gjuha e trupit kanë filluar edhe kjo të shfaqur urrejtje, shprehet Tushi, në një kohë kur rrjetet sociale janë bërë pjesë e pandashme jetës sonë përditshme. Gjuha e urrejtjes po gjen terren të lirë në marrëdhëniet shoqërore dhe personale. Kjo formë e komunikimit agresiv tashmë është bërë e pranishme nga ambientet publike deri te komunikimi ndërpersonal, veçanërisht në hapësirat virtuale ku barierat e trupit dhe përgjegjësitë shpesh bien. Është për fat të keq në të gjitha format e saj, qoftë në formën verbale, që është më evidentja virtuale ku rrjetet sociale janë bërë krejt toksike, gjuha dhe gjuha e trupit ka filluar edhe kjo të shfaqë urrejtje. Tushi e drejtoi gishtin edhe ndaj politikave të cilat shpeshherë përdorin një fjalor të ashpër për çarës, duke i kthyer platformat publike në hapësira të helmuara komunikimi. Gjithashtu, sociologu Gëzim Tushi thotë se si pasojë e kësaj gjuhe, pasojat jo rrallëherë kanë qenë tragjike. Sociologu bën thirrje për një aksion të gjerë kombëtar që synon edukimin për përdorimin etik të gjuhës.